E para, unë kam përshtypjen që nuk është e rastishme. Natyrisht është e papranueshme, është denigrim i Republikës së Kosovës, është poshtruese, është fyse, domethënë çdo mend kjo. Por shka në fakt ajo shpërfaq në bindjen time me dy elemente jashtëzakonisht të rëndësishme. E para, shpërfaq ato që kemi thënë në vërtetësi se prapa këtij procesi të kompromituar qëndron këmbë krye Serbia me autoritetet e saj. Ne kemi pasur jo pak raste ku edhe prokurorë dhe kryeprokurorë të autoriteteve serbe e kanë thënë me zë dhe figurë më shumë se sa një herë se prapa këtij procesi qëndrojnë ata dhe i kanë dhënë argumente, i kanë dhënë prova, i kanë dhënë dëshmi, e kjo po e dëshmon katërcipërisht këtë gjë. E po ashtu shpërfaq edhe një element tjetër që po ashtu është i rëndësishëm. Fakti që e ka konfirmu si një shkelje, si një lapsus avokati i popullit që funksionon në kuadër të kësaj gjykate dhe nuk ndërmerr asnjë veprim. Kjo pastaj e vën në dyshim objektivitetin e trajtimit edhe të kësaj çështje, por edhe të komplet procesit, për faktin se siç dihet në kuadër të komplet dhomave të specializuara funksionojnë i gjithë aparati, filluan nga dhomat e shkallës së parë deri tek gjykata supreme, pastaj edhe kushtetuese, por ashtu edhe institucioni i avokatit të popullit. E kjo është shpërfaq një çështje jashtëzakonisht serioze. Pra, përmes këtyre veprimeve tashmë po dëshmohet që këto dhoma nuk janë mjaftueshëm objektiv në trajtim të çështjes për cilën ata janë të mandatuar. Prandaj vlerësoj që kjo duhet me qenë një alarm për institucionet që në mënyrë të koordinuar me gjitha aktorët cilët e kanë mbështet, e kanë financuar dhe e financojnë këtë gjykat, që gradualisht të shndrohet në një mekanizëm ku vendoset drejtësi e asesi ajo që në vazhdimsi e kemi parë dhe e kemi thënë. Pra, po shpërfaqet se prapa këtij procesi qëndrojnë autoritetet serbe dhe kjo e dëshmon edhe mungesën e themit të profesionalizmit, për faktin se si kur të ishin pak më të vëmendshëm se paku këto do t'i fshinin në mënyrë që mos me ardhë deri tek ky kompromitim natyrisht. Ç'është roli i avokatit të popullit, pra zyrës të avokatit të popullit, pakën se ka një var avokati aty nëse mundu me i thonë avokat? Se sa është avokat, domethënë mjafton me pa përgjigjen që u tha, se u konfirmua, e ka marrë si të mirëqenë faktin që prokuroria speciale e ka pranuar, domethënë që është bënë lëshim, mirë po që në fakt thotë ky lëshim nuk ka pas ndonjë impakt. Mirë po duhet me pas parasysh edhe kontekstin lokal. Ne gjithë e dimë se kush i referohet Kosovës me një term të tillë, prandaj kjo shpërfaq në bindjen time në masë të konsiderueshme edhe trajtimin jo objektiv që është bërë nga ana edhe i institucionit të avokatit të popullit që funksionon në kuadër të dhomave të specializuara. Ne kemi pasur edhe në studion tuaj edhe gjithandej rrëfime të jashtëzakonshme dhe shqetësuese të zotit Mucati dhe zotit Haradinaj në lidhje me kushtet, në lidhje me trajtimin që bëhet të paraburgosurve, ndërsa kemi një institucion i cili paguhet prej taksave të qytetarëve të Bashkimit Evropian, edhe që realisht nuk ka bërë ose nuk bën asgjë, madje, domethënë, kemi pas edhe reagimin ose heshtjen, le të thosha, të tij ku kemi pas shkelje enorme të konventës evropiane në 8 në rastin e pamundësimit ish-presidentit Thaçi, por edhe të tjerëve me u marrë pjesë në ceremonitë të varrimit si një aspekt jashtëzakonisht human. Prandaj vlerësoj që kjo është